Gjykata e posaçme ka ndryshuar masën e sigurisë për ish-drejtorin e Bashkisë së Tiranës Tauland Tusha nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje. Tusha është i përfshirë në aferën 5D së bashku me dy drejtorët e tjerë të Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mariglen Qato. Sipas pak, Tauland Tusha në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së Planifikimit të Punëve Publike dhe antar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, së bashku me antar të tjerë, Anton Punavia, Julian Zanaj dhe Albanon Janku kanë favorizuar shoqërinë 5D Construction SHPK në 3 procedurat e nderimit të Bashkisë së Tiranës. Prokuroria argumenton se të pandehurit i kanë krijuar kësaj shoqërie avantazhe dhe privilegje të padrejta në raport me operatorët e tjerë ekonomik, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit, duke shpallur fituese në mënyrë të parregullt dhe në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.